është njëra nga rrugët më të frekuentuara që lidh Çajirin me pjesën qendrore të Shkupit. Në këtë rrugë, brenda ditës kalojnë qindra vetura, mirë po kjo nuk mjafton që autoritetet të investojnë në sanimin e gropave në këtë rrugë. Televizioni Shenja realizoi një bisedë me disa qytetarë të kësaj ane. Ata thonë se politika i ka harruar dhe se premtime japin vetëm para zgjedhjeve dhe asnjëherë nuk kanë realizuar atë edhe që kanë premtuar. Pohojnë se investimi i fundit në këtë segment rrugor është bërë para 20 viteve. Години. Со години, не сега. Ова не пипало овде ка ништо. Еве, гледајте, само гледајте. А дадени се пари да се прави ова. И канализација, и водовод, и све. Да те нешам сега да влеземе, да видиш. Ja imam 36 godini, druga. Ja pamtam bев dete. Imam 7-8 godini. Hvala mu na Господ, само дал фуфо. Тој дал фуфо или како се викаше, не го познам баш. Знам дека тоа време пред 20 и кусур години, 25-26 години имало направено ова улица. А од тогаш до сега немаме ништо направено. Плаќаме осветлување, немаме осветлување. Да дојдете навечер да видите дека тука ништо не се гледа. Se që to parti është krejt prevaronta be baba. Kur kush se bon veç prevaronta be. Platite që na pravimo, nishto nema be. Veç rrugës, qytetarët thonë se problem për ta është edhe mungesa e ndriçimit publik dhe thonë se e njëjta krijon vështirësi për të moshuarit të cilët në rast nevoje nuk mund të lëvizin gjatë mbrëmjes. Ndonë se rrugë lokale, ky aks rrugor është një nga akset më të rëndësishme në komunën e Çajirit, sepse veç lidhjes me qendrën, rruga është edhe lidhje e Universitetit Nën Tereza me Çajirin dhe numri i madh i studentëve janë të obliguar të kalojnë për çdo ditë këtë rrugë për të shkuar në universitet.